Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta mori pjesë në ceremoninë përmbyse të kampingut të LRI-s në Jalë. Në aktivitetin e përvitshëm morën pjesë rreth 1700 të rije të reja nga Shqipëria, të cilët për 5 ditë me radhë u angazhuan në aktivitete të ndryshme sociale, bashkëbisedime me personalitetet e shumta që ishin ftuar, por edhe aktivitete argëtuese. Në ceremoni merrin pjesë edhe ish-presidenti i Republikës Recep Mejdani, zëvendës kryetari i LSI-s Petrit Vasili, kryetari i Bashkisë Tiranë Erion Veliaj, drejtues të LRI-s e të tjerë. Kemi nevojë për një transformim të thellë, për një progres të shoqëror që vjen përmes një solidariteti të ri, i cili në radhë parë duhet të spikas tek të rinjt dhe për të rinjt në emër të së ardhmes tyre dhe të gjithë vendit. Nuk mund të ketë ndryshime cilësore shoqërore në një vend nga fëmijët e elitave të vetkënaqura, të zhytura në arrogancë, në egoizëm dhe në individualizëm. Unë jam i bindur që kjo shkollë, teorike dhe praktike këtu në Jalë, do rrezatoj në gjithë Shqipërinë. Përmbledhja e aktivitetit u pasua me mbërritjen e grupit të qarkut Shkodër mes ditën e së shtunës në kryeqendrën e Veriut, duke falenderuar deputetin Agron Çela që mundsoi pjesëmarrjen në këtë kamping, të rinjtë e përshkruajnë si një nga përvojat më të bukura të tyre. Ku u shoqëruam nga deputeti Çela, i cili gjej rastin ta falenderoj për këtë mundësi. Ne patëm mundësinë që të njihemi dhe të kalojmë një 5 ditor me gjithë krerët e politikës shqiptare, sidomos ata të LSI-s. Faleminderit LRI-s, faleminderit LSI-s, faleminderit deputetit ton, zotit Agron Çela, që në çdo hap është afër nesh na vizitoi dhe deputeti jon, deputeti i qarkut të Shkodrës, zoti Agron Çela, personi i cili investon çdo ditë që të rinjt e Shkodrës, Pukës dhe Malësisë së Madhe t'i bashkohen LRI-s, t'i bashkohen LSI-s, të besojnë tek partia jon dhe ai i cili interesohet që të gjithë të sistemohen, të punësohen dhe të jepet vendimarrja dhe të rinjtë e Shkodrës, Pukës dhe të Malësisë së Madhe të jenë për të përfaqësuar kudo në të gjitha aktivitetet të rëndësishme.